Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Pyetja ishte për ata vëllezër musliman të cilët e din mëkatin dhe e veprojnë, apo? Sikur ta dinin këta vëllezërit, një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam besoj se kishin me vepru ndryshe, edhe kishin mu largu prej mëkatit. Ndoshta e din që është haram, apo dhe veprojnë, mirë po një hadith ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, nuk i lëviz këmba birit Ademit përveç se ka më pyet për 4 gjëra. Një prej gjërave, për këtyre 4 gjërave, është edhe ilmin që e ka mësu dhe që ka bu ma t'ilm. Nëse ti o vëlla musliman, po e din që një gjë që ti duke e vepru, është mëkat, a e din kujt jetu i bë mëkat? A e din që Allah subhanahu wa ta'ala para se ti shikosh një haram, apo para se ti ta veprosh me dorë një haram, Allah subhanahu wa ta'ala është të këqyr? Jeni në vëzhgimin 24 vij 7 prej Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse të në kone vrin që jeni në vëzhgimin Allah subhanahu wa ta'ala, edhe duke jo bë mëkatin, Allah i ki munal. Disa prej mëkateve, cilat i përmende, për shembull mëkatin e parë, përgojimi. A den vëlla jam që me përgoju një vëlla musliman është sikur mja hongër 100 vëllau tant. Bile, ka thënë ulemaja, përgojimi ndaj dietarëve është sikur mishi i helmuar, ku çdo që e nuhat ato mundet me vdek. Më thonë, nuk po themi që vdes, po i vdes zemra. Ditën e gjykimit, vëllaja, kur del para Allah subhanahu wa ta'ala, ai robi ti që e ki përgoju. Kur del para Allah subhanahu wa ta'ala, ti që e ki, jo që e ki përgoju, po edhe ki shpif në dështa. Që kemi thonë Allah të zëvëgjel? Gjdo erë ki e parasysh vetën tonë dhe që je para magnisë Allahut edhe gjithë krijesave edhe me lajkeve të Allahut subhanahu wa ta'ala që po të shkrujnë tërkohë. E ti po fletë për vëllahun tëndë. A e din që ka thonë ulemaja, a e person që bartë fjalë, që prish, është bile më i keq se sa dhe sihirbazi subhanallah. Përgojusi që bartë fjalë, në mime që bën bartë fjalë edhe që i prish njerëzit, kjo është shumë e keq tek Allah subhanahu wa ta'ala. Se prish njerëz subhanallah, çështja është e rrezikshme. Ti prish 2 vllaznit, përkundrazi ti duhet me ndrejq vllaznit. Jo më abon njëri rafsh tjetrit, më abon rafsh edhe këta milon të dytë duke u goditur njëri tjetrin me fjalë. Kur ti sheh që nuk janë mirë të dytë, atëra edhe kënjej vetëm për mi bashku. Më ka tjetër e përmendet duhanin, apo? Duhani kur ka dalë vllazni, në fillim, ka qenë një polemike e vogël, që është haram, është me krua, pa ku e dione. O vllazni, kur del një çështje që nuk ka qenë më herët, ne i pyesim njerëzit e fushës se çka mund shkaktoj ai duhan. Duhani, përveç që ti e dëmton vitën tënde, ti pi dëmton edhe rrethin ku e ki bëhet haram, ku jetu bëhet haram. Çka të ka faj një person tjetër që ti pin duhan? Çka të ka faj oj motër muslimane ti që pin duhanin dhe je shtatzane dhe ja dërgon nëpërmjet gjakut nikotinën, helmin, fëmis tënd, barkun tënd? Qa ka faj fëmija më nënë Allah? Për atë arsye dhe po dalin pastaj fëmija me bronhitis, po dalin me smundje respiratore apo smundje të frymarrjes, të traktit frymarrjes respirator. Bronhitis, vllai bronhitis është astma e kështu me radhë. Kush po bëhet sebeb? Ti o i motër muslimane. Çka të ka faj fëmija? Ti tu i ki 2 zullume. Zullum ndaj vetvetes, zullum jo 3, jo 2. Zullum ndaj vetvetes, zullum ndaj të tjerëve, dhe në fund zullum ndaj bebit tënd, foshnjës apo atë fëmijës tënd që e ki barkun tënd, subhanallah. I ki pa në përrodat e shqiptarëve të na.
kur plesht pinë cigarë, plesht e tri kretë, e bëjnë sikur ovull me qenë aty, sikur rrit me qenë atë e duhoni që qërë. Po çfarë dëmtimi është ai, subhanallah. Lënë që ti me thith oksigjen, çfarë po thith? Po thith monoksid karbon, subhanallah, CO. Në çështje e rrezikshme është. Për dëmton veten. Pastaj, a ki pa cigaren, çka shkon cigare? Vërtet duhani vret, vërtet duhani shkakton kancer. Njerit, sa qytet që është njeriu. E sheh, thot dëvret, e sheh që është elb, thot, i sheh gjitha këto gjëra, edhe në fund çka thot, mjekët e kanë trajtuar dhe e kanë studiu, kanë thonë që këtë dëmton, se në hadith ka nuk bën me bo, nuk duhet me dëmtu edhe tjetrin. Jo veç vetën, po edhe tjetrin s'bën me dëmtu. Ti edhe vetën për dëmton edhe tjetrin. Dhe mjekët kanë ardhur për fundim që cigaria shkakton kancer. Çish mi thonë me kruv vllaja? Hajt kallzon ti mu. Çish mi thonë me kruv tash? Çish mi thonë me papëlqyeshme? Qesh nuk ki haram me thonë, apo? Po ç'është mi vjen, se papëlqyeshme është thjesht e papëlqyeshme, rim me kruv dhe u kry punë. Sepse me kruv ndat në dy lloj sipas hanefive. Me kruv tahrimen që është afër haramit sikur haram dhe me kruv që nuk është haram. Me thonë, ashi qare, vred, bas të ulem time, cigare është haram. Edhe lo, ka dëshim ta. Në ka të tjetër cilën e përmenda? Në ka të tjetër që mendojnë do me shikim haram ose me komunikim me gjinin e kundër. Me e arsyetojnë vetën kështë po fulëm na për me në fenë islam. Në fenë islam e kështë. Allah Azza wa Jall e ka potencuar në jetët kuranore që mi ndalë shikimet dhe ullë shikimet. Me ndalë shikimet. Suratu Nur. Sepse shikimi është shigjeta e parë e shejtanit që ndikon tek zemra. Kërkush s'ka po zina, në organ në fund vullën me bo, marrëdhënie me pas, pa e pas shikimin. Pa pas shikimi është e para. Shikimi të nxit, ka nxit epshin. Shikimi ka nxit epshin. Faktori i parë, stadi i parë, është shikimi. Po e ndale shikimin, e luftove shikimin, shpëtove me lejen Allah subhanahu wa taala. Nëse shikimin nuk e ndal, pas shikimit vjen faza tjetër. Pas shikimit vjen faza tjetër. Jo rastisht Allah subhanahu wa taala ka thonë wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. S'ka thonë wala taf'alu zina, s'ka thonë mos bëni zina, po mos ju afroni zinas. Qysh mos më afru? Gjitha sebepet, mjetet që çon te zinaja përfundimtare ti kanë ndalu. Shikimin ta kanë ndalu. Prekjen haram ta kanë ndalu. Muhamedi sallallahu nuk është taku me gra të huaja. Pejgamberi sallallahu ka thonë është më mirë për robin me godit me një baski apo gosht në kokë se sa mja dhonë një femnës jo mahram, që nuk është e afërmja, motra, tezja, halla, nona, nuk është e jotja, është më e lehtë, thot. Kjo se sa mja dhonë, thot, dorën një gruaje të huaj. E nëse ti merr të shkoqet, ti më mbrojt me lejen Allah subhanahu wa taala. Pastaj, edhe bisedimi kinse për në emër të Davidit, sidomos Sheikh Albani rahimullahu taala e pyesin, thot unë jam student, thot, në Hungari ndokët, thot po. Thot dhe kom kolege, normalisht kom fakultet apo ku e diune ishe çapo diune. Thot a mund t'ju bëj davet? A di çka i thot? Thot a je i martum? Thot jo. Thot jo. A je i martum? Thot jo, atër thot jo. Nëse je i martum, mundesh nifsin me lal ma shop. Je ma i përmbajtur. Apo? Dhe kur je ma i përmbajtur në rregullin e përgjithshëm bën davet. Pa u vetmu. Sepse pejgamberi alayhi salam ka thonë, nëse një burr dhe një grua huaj qëndrojnë me një vend të mbyllur, i treti është shejtani. Nëse nuk është shejtani, nëse është shejtani,
atëherë ti nuk ki fuqi me e mbrojt vetën tënde. Sepse të mund. Ulemai kanë thonë, nëse me një dhomë, me një vend të mbyllur, një mashkull, një femër, janë vetë, dhe i mbyllin roletet, apo perdët, ata kanë bo një qa. Ata kanë bo një qa, po thëmë kushtimisht kanë bo një qa, sepse shejtani është dëshmitar. Kanë hinë haram veç. Dhe Allah në rrudi, kërshtet zinaja pëstaj. Mirë po nga shikimi. Mirë po, ta bësh ti davet, vetëm me femna me folë, tërkon, ja valla unë e pi bëj davet, jo. Bile dhe gjallart, du të me pas shumë kujdes, që bisedat mi pas të shkurtuara në përgjigje. Mos me zgjapshëm. Sepse, në nuk themi që në mënyrë absolute nuk lejohet një femën me thirë hoxhën në telefon. Nuk themi, se kemi raste kur e kanë thirë Shekh Albanin në telefon, apo e kanë thirë, i ka të regu në mënyrë zyrtare, apo në mënyrë serioze dhe krypun, ose dikush të shkruan një pyetje, qoftë një mail, qoftë në Messenger, edhe ja këtem përgjigjet, edhe nuk zgjat muhabete, gatë me qo, sepse hin shejtani. Në fillim e ki njetin fi se bilillah, po në fund pastaj të ndron kagjen dhe ku ta shek e dal shumë larg. Do të më rujt. Fitness grave du të më rujt shumë, vllaznin. Shumë du të më rujt, se njëherë bjen, o vlla. Të cyt shejtani njëherë. E prish familjen, o vlla. Muhamedi alayhi salatu wassalam çfarë ka thënë? Thot, çështa më herët, nëse një burrë dhe një grua e huaj rinë me një vend të vetëm, thot i treti është shejtani. Ja Rasulullah, po familja e burrit, thot aty është vdekja. Pse është vdekja? Ulema e kur e sqarojnë, sepse vllai i burrit, familjarët e burrit, po flasim mashkujt, apo hin pa teklif te gruaja jote. Se e konsiderojnë si lloj, më thonë, tafërën vllai, gruaja vllaut, apo ku e diun anikmi, edhe mund klindën pastaj gjërat këqija. Pa i kemi kufit. Nuk po them që në person nëse ndonjëherë përzihet me gruan tonë apo në kres se u bo zinaja, nuk po themi, por se duhet mi rujt, mu rujt vllai jam. Na plot raste kemi. Plot, mos thon plot, kemi raste. Kur vllaun e ka vra në Kosovë. Pse e ka vra? Çka kanë thonë? Ormegje. Kur i thash një plakut, thash për megje e ka vra, po tha për megje, po për megjen tjetër e ka vra. Te kuptar. Me thonë, la i kemi kufit ti e vllai jam, unë të du, po i kom kufit dhe gruas teme. Jo mu vetëm me gruan teme. Sepse, njëherë ndodh Allah në rrut, dhe po ti mos e qo mendën, o vlla, unë po të mundet me ndodh. Njëherë me ndodh prishet familja. Andaj zhu me familjen, mirë më të mirë. Në na shqitat, kështu kanë burë, se kështët e kanë qu kanate, kanë qëtë dreta se ta shku e pa marrë, e ka të batë si problem, nuk kam e jeti, se të më në të rëmje. E po që kjo është të shqiptarët, subhanallah, thënë që ti, subhanallah, kur ti nuk ja jep dorën për shembull gruz vllaut, apo dikujt për shembull prej të afërmet, të largët, apo burri vetë thot, pse s'me jep gruas teme dorën. Pse apo dysh, ti pisje, më falë në shprehje. Ti menon, jo vre vlla se me kush që menej, po këto janë dispozita fetare. Dispozita fetare që unë du ju përmbajt fesë time. A ka diçka të keqe? Nëse do në plaj, nëse s'do, unë e s'dvi atër u kryt. Ama ti po ma mshil dirën, i thap. Ti e ai person që po ma mshil dirën e vizitës, që unë po du marrë me të vizitu. Për shembull, një prej çështjeve që janë përhapura tek ne, për shembull, vizita për Bajram të Azum. Shkon ti për shembull te një afërm, apo te një shok, edhe kërkush nuk është në shtëpi veç gruaja vetëm. Ç'a po lyp ti aty me i? Kanë zënë ti mu ç'a po lyp me i ave? Ç'a ki me boti me gruan e ujë aty muhabet? Vetëm për vetëm. Ja me Allah se nuk është kjo kështu. Pas shqiptarias, mëson pas fejas, mëson kështu. Për kemi pas tradita, subhanallah. Traditat mbulume kemi pas.
Po m'dalin dhe sigur dhe francuza, po m'dalin, jo, feja, jo, çka jeni bo ju ekstremista, po ka dalë bre ktheu bre se gjyshja jote ç'shto ka bo? Në una gjyshës tonë, apo gjyshet e gjysheve tona, këtë janë konë qështu, e unë me peqe janë konë, mos më boni francuza. Pasës, nuk është kjo. Që kjo është feja jone. E nëse thu, ajo fe që ka qenë kohën e komunizmit pëdojmë, atë në regull jemi. Po jo, para komunizmit po flasëm. Bile edhe në kohën e komunizmit. Moralin e kemi rujta. A pëse? Shkijet janë mundu, bashkëpojnë dëgjoj një ditë në një emision para disa vjetë dhe realisht, edhe thot, ishim në atë kauzën tonë për çlirimin për i shkive, edhe thot, shkije qëfar nga bënin? Thot, në për qytetet e Kosovës, i varnin posterat me filma pornografik. Në për rrugë, kinema që ishin bioskopat, që i thëjnë, i varnin filmat që të rinjët mos me pas fokusin tek çlirimi i vendit, po mu shkatru, mu degeneru, me shku në pornografi. Dhe nëse fëmiu shkon në pornografi, a i shkatrohet. Edhe psikikisht mundet mu shkatru. Se rriten hormonet të imase, neurotransmitarët, gjitha ato gjera që njeriun e bën jeshtë normalis mundi. Të na nuk kemi plus 18 vjetë, plus 16 vjetë, plus 14 vjetë. Na kemi uli sytë. Edhe zhuje fëmin tëndë. Për s'ka nevoj mi qitë postera, ta që i kinë telefon. Këtë dreshëllë që ti kinë telefon. A ne zhuni fëmit tuaj. Zhuni familjet e juja. Kua më fuse kua e likum nara. Zhuni vetët tuaj dhe familjet tuaj dhe nga zjarë mi gjanë. Të pytje, në më ka tjetër? Edhe me këshirë, mos nësë si si e të të ri. Që më përjem vërdin që për faljo me stordin gjami, po këna bjene e sprovë, se të shkap kaldohëm të leksh, po mërzitëm nëse po dërzohëm. Po dërzohëm. Spanë Allah, nisan do të me ditë. Ka thënë Muhamedi a.s. Durimi është ngoditjen e parë. Ma 2-3 dita apo bëj sabër, po Allah, po bëjmë sabër. E në fillim qa bune? Në shaj vetit. E të qmendu, qartu. Mirë, ti nëse nuk bën sabër, apo të kthejet ajo fatkeci mu hek? Jo. Atëhere, edhe fatkecin e ki, edhe plus mund të marrësh dënimin e Allah subhanahu wa taala. A mos haro, nëse një sprov të të vjen, ti bën sabër, Allah subhanahu wa taala shkaku i kësaj sprovës. Ka me ta falë Allah zë gjithë gjinojnë? Edhe plus, ka me ta kompensu me një sen më të mirë. 2 sene jetu i fitu. 2 sene jetu i fitu. Edhe dije, subhanallah, se gjdo gjë ndodh me lene Allah subhanahu wa taala. Ka posa e me ndodh vlajen. Nëse fokuson të në kokën tonë që kjo ka pas me të ndodh, a ka mundësi dikush me të nalë ato? Kërkush. Atër kryet muhabeti. Atër që kërkuat për i teje? Dë bësh sabër për sprovën qeti. Po zbone sabër, ki pastaj dënim, apo mund sprovosh halo ma shumë. Pastaj e dyta dije, se sprove është varësisht nga imani ytë. Allah subhanahu wa taala ty edhe mu, nuk ti qëtë 500 kilo vloje. Ja ka qitë Resulit a.s. kushtimisht po themi 500 kila, se ka mujt me bajt. Se ty e mu, me na qitë 500 kila, në rëzomi për toke. E nuk na qitë 500 kila. Nëse sprovën e kitë tronët, dije që imanin e kitë naltë. Dije që imani është naltë, alhamdulillah. Edhe po thu që qatë sprovë, me pas një vla tjetër, a bje për toke. Ate dije që i imanin më të falsaj. Sa i ki sprovën, Allah subhanahu wa taala po të sprovën se po të donë vla janë. Po të sprovën se po të donë, se po të she e ki bo një gjuna, po të afshin gjunajnë, po të qënë belo. Riziku ma i madh është kur s'ki sprova. Nëse një person nuk ka sprova heq, nuk ka bela heq, e kalon namazin, kalon agjërimin, i turët gjunahe dhe maksimalisht, Allahu nuk pe sprovon, pi qënë pasuni.
Këtë në dyzen i ka këtë senet. Personi tilla diçka thot, fëndan mu Allah. Kësha, ai qëra e në magia, e 5 vakte pi palë sa shpirtin e ka të keqaj. Una pëshet, qëra mu. Po më Allah. Ku vëdë të Allah? Ti vëdën Allah që si falësh 5 vakte? Që i bësh këtë gjinohat e mundshme? Që i ki haru Allahun? Vetëm që e përmendish njëherë në vjetë Allahun, ty po të dojka Allahun ma shumë se këto që i falë 5 vakte dhe i bjenë sesh dhe Allah, dhe Allah e sprovon ja e fshin gjinohat gjdo dit? Që ato gjinohat ti që i bon, kësë i bon, vetëm një gjinohat ma dvogël që i bon, Allah ja që një bela vetëm për me fshi, për me pastru, ty po të dojka Allahun ma shumë? Ma se mashtra vetë. Vetën mu se mashtra. Nëse i kryn shtyllat e Islamit, edhe sprovohësh, atëherë dije që veç po ngritesh nalt. Sahabët e pejgamberit alayhi salam, kur s'kan pas sprova jenë tut, kanë thonë, po tutin me mos në karu Allah s.w.t. Sahabët e pejgamberit alayhi salam. Se sprovat kur të godet të forcan, e menaxhon problemin, ndërsa kur s'ki sprova ki pasuli të madhe dhe nuk ki hit sprova, haron Allahun. E haron dikur ata çon sprovën Allahun ju kthy. Ne nga 2 herë në vjet, 1 herë, 2 herë në vjet i sprovojmë. Allah i sprovon. Vetëm ju kthy Allahu subhanahu, ju kthy. Po s'do më kthy. Atë drejto po xhenabri apo billah. Allah na rujt. Këshirë në ashtë në të kejtë të që vetëm dhe ashtë kena arru me përmen dhe shka, po nëse bojnë gjënohë dhe një thënë veç të ndimja. Nëse raporti mes njeriu gjënohi mes robit dhe Allahut e bën një gjëna që ka të bëjë mes te dhe Allahut, atëri kemi 3 kushte. Jetu pi alkohol, jetu pi cigare, jetu pi drog, jetu bo zina, ku e di unë nej gjëna të madhe jetu bo. Me njëherë me lonë. Mu pëndu sinqerisht, e thonë, ja rap falem, dhe e treta, ja rap kur mu nuk thina në qanë gjina. S'ka gjina që Allah nuk ta falë. 10 vjeta ki bo gjinohe, çdo ditë. Me shto 3 kushte, për njerë Allah subhanahu wa taala nëse i sinqert ti falë. Krejet gjinohat, Allah, krejet. Po jo unë e prap pikrela, prap pëndoju. Sot e pin drogën, pëndoju dhe i qëtash, krej që e ki bo, të fale, nese prap i pin drogën, ani, prap pëndoju. Pëndoju, gjdo ditë pëndoju, deri sa, Allah subhanahu wa taala ta mundson me lon të keqen. Mos e le haq se pëndona. Del për jashtë të godet automjeti s'ka pëndim. Ku pëndimi? Haron në ato momente, se të huv shpirti del, pi trupit. Pra ata se pëndoju. Dërsa, gjynoj që ka të bëj me robin, që i bon pa drejtësi, shtëve 3 pikave kushteve i shtot edhe një, kusht tjetër, kusht i 4 është, me thënë, o vlla, ma ban halal, se të bona pa drejtësi. Bona pa drejtësi, o Allah krijuesim, më fal sepse, o ti vlla musliman realisht, se o Allah krijuesim është tek ato 3 pikat, mirë po, pika 4, o vlla jem ma ba halal. Çka më i me bone për ty kallëzëm, që me ma bo ti halal. Po. Përveç pëndimit, a është ma e letë që me shku edhe me punë të mira, me bodi shka punë të mira, me na këtuja Allah dhe qa gjëna. Nëse ti e bën gjënohin raport me Allahun, thot bën e të mirë që ta fshin gjënohin e që ta fshin këtë gjënat. Innal hasanate yudhibna sayyiat. Me të vërtet veprat e mira i fshin veprat e këqija. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Nëse ti e bën një vepër, për një herë mundohu me bën një vepër të mirë, që Allah subhanahu wa taala me ti fal. Ki mola e gjëna, që jep sadaka. Me ti fshi gjënat Allah azza wa jall. Bën vepra të mira, sepse janë peshorët. Dhe veprat e mira, nëse një gjëna e bën dhe një sevap, që ky një sevapi që në start e ka 10 sevape. Dhe një 700. Ky një është ja. Kam shirë më të madhe se Allah. Kam shirë më të madhe se Allah, që ti po e bën një gjëna dhe një po ta ngji, një po ta ngji. Ndërsa sevapin po ta shumë fishon me fillim 10 për njerë. Një po e bën 10 po të jep.
deri në 700. Allahu Akbar. Sa mëshira e madhe e Allahut azza wa jalla. Për atë arsye na themi ja Rab, na përfshin xhenetin e Allahut me mëshirën e tij dhe jo me drejtsinë e tij. Sepse me drejtsinë e tij na nuk kemi mundësi me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.